Kështu si fëminin më shumë e kom kalu të aj. Edhe më ka thonë, më ka llogarit si fëmiju në vetë. O si fëmi, natyrisht e kom dasht, e kom respektu, jeshtë zakonisht shumë. Zotri Arulloha na tregon pak për vllahun tuaj. Çka ka punuar, me çka është marrë? Po ai është i lindur në vitin 1929. Domethënë kohën e luftës ai dikun ka qenë 72 vjeçar. Ai si i ri ka punuar minierën në Kishnicë, pastaj ka punuar në çet liçenin e Badovsit kur e kanë punu, edhe më vonë ai ka punuar punë fizike kështu private. Çfarë personi ka qenë, si e kujtoni vllahun? Është shumë ka qenë një person karakteristik që na tjerë nuk e kemi ngjasje. Ai ka pas një veti që te ai friga nuk ka ekzistuar. Unë shpesh herë kom qortu edhe para luftës, kështu që ai nuk ka ditë më frigu. Absolut, sikur nuk e ekziston, apo i ka marrë gjonat ashtu me qetësi, edhe në atë moshën e vet ai ka qenë shumë aktiv, dikur ka fundi, po mas moshës 40 vjeçare ashtu, ai pati disa të lashe, mos them kështu një krizë nervore, po ja që pastaj vazhdoi duke qëndru ma tepër në shtëpi, duke jesë për farefis. I donte shumë, i ka vizitu shumë shpesh farefisin. A ka qenë i martuar vllau? Po, ka qenë i martuar, dikun, unë kështu si fëminin më shumë e kom kalu të aj. Edhe më ka thonë, më ka llogarit si fëmiju në vetë. Edhe shoqen e ti i kom thonë non, se ai kuptohet, mosha ata kanë qenë vjetër, unë më kanë si fëmijë edhe më kanë përgdhel. Ai punonte fizikisht, në Janjeva atje, punë, krahu, edhe kur vinte gjithçka më pryke pe atje, më sjellke. O si fëmijë, natyrisht e kom dasht, e kom respektu, jeshtë zakonisht shumë. Ka pas fëmijë vllau? Jo, ajo ka qenë ndoshta aja brenga e tij kryesore që nuk ka pas fëmijë, edhe sa e kuptoj, sa e di, tash po e kuptoj që ajo e ka mundu. E ka mundu gjithmonë se më thëke ti do të bësh i imi. Edhe kështu unë edhe pa ta vazhdue. Mirë po pas një kohë, ai pati të lashe dhe unë nda me grue. Me qenë se po flasë kështu ata meshtë jashtëzakonisht shumë e kanë lutë, po ja që zdashti. Dhe pastaj filloj me punu në Ferizaj, punëtor krahu, kuptohet, edhe që drënte të dajtë. Dajti ka pas një familje jashtëzakonisht bojare. Shumë njerëz patriota, shumë bojarë. Bukë dhënës njerëz që familje që kanë bajtë gjithmonë. Edhe është strehu ashtu, e të ne vinte ashtu, një javë, në 2 javë, kështu vike, rregullisht.